Hapësira të lira për qytetarët në plazhin e Jalës. Gjatë monitorimit dhe inspektimit në terren nga grupet e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit u konstatua se hapësirat e lira të plazhit publik ishin ruajtur dhe të aksesueshme për pushuesit, pa cënuar të drejtën e përdorimit të tyre. Nga verifikimet u evidentua vetëm një rast mospërputhje nga një subjekt i cili bashkëpunoi me grupin e inspektimit për lirimin e menjëhershëm të hapësirës së përbashkët publike duke rikthyer kushtet e parashikuara nga rregulloria e plazheve. Ndërkohë mësohet se Agjencia Kombëtare e Bregdetit do të vijojë monitorimin e vijës bregdetare me qëllim garantimin e aksesit të lirë dhe respektimin e legjislacionit në fuqi. Grupi qendror i inspektimit të Agjencisë Kombëtare të Bregdetit në bashkëpunim me drejtoritë rajonale, ekipet e bashkive dhe policinë e shtetit kanë nisur prej disa ditësh kontrolle dhe marrje masash për zbatimin e rregullore së plazheve, respektimin e parcelave publike në vijën bregdetare dhe kushteve të tjera, me qëllim garantimin e plazheve të lira për qytetarët. Agjencia Kombëtare e Bregdetit rikujton se hapësirat publike bregdetare janë në shërbim të qytetarëve dhe çdo zënje pa autorizimin përkatës do të ndiqet me masat e parashikuara nga legjislacioni në fuqi.